Klubi futbollit Shiroka ka marrë një tjetër fitore në ndeshjen e radhës në kampionatin e kategorisë së dytë. Skuadra e drejtuar nga trajneri i Argjentinas Tatangelo fitoi derbin e Qarkut, duke mposhtur Velechikun me rezultatin 3-1. Ndeshja e luajtur në Reshit Rusi paraqiti një pjesë të parë më të mirë nga Velechiku, teksa skuadra e drejtuar nga trajneri Besnik Duli arriti të kalonte në avantazh me të zakonshmin Banushaj. Me avantazhin 0-1 në favor të miqve nga Kupliku, u mbyll pjesa e parë. Në startin e pjesës së dytë, është kapiteni Erion Vucaj që shënon, duke barazuar rezultatin në 1-1. Më pas, Ogungbir kaloi në avantazh Shirokën, por sëri më vonë është Ogungbir që tundi rjetën komplikase, i dyti personal për të dhe i treti për Shirokën, e cila arriti të mbajë në fuqi këtë rezultat deri në fund të këtij takimi, duke u gëzuar fitores me shifrat 3-1. Në prononcimin pas ndeshjes, trajneri i Shirokës, Matias Tatangelo, shprehet i kënaqur për fitoren, duke përgëzuar skuadrën për atë që dha në fushën e lojës. Na mungonte fitoria në shtëpi. E kishim parashikuar që do ishte një ndeshje shumë e vështirë. Komplimentoj edhe ekipin e Velechikut, pasi ishte një skuadër shumë e mirë. Në pjesën e parë u bllokuam tërësisht dhe na u mbyll çdo hapësirë për të sulmuar. Në pjesën e dytë ndryshuam mentalitet dhe për fat me shumë aksione të bukura shënuam gola dhe fituam. Është e vështirë për të luajtur në këtë kategori. Ne jemi një ekip i ri dhe duhet të mësojmë akoma më shumë. Kemi vështirësi shpeshherë kur luajmë në shtëpi, sepse hymë në presion dhe kërkojmë më të mirën. Unë mendoj se kjo fitore na jep qetësinë e duhur. Ndërkohë, në krahun tjetër, trajneri i Velechikut Besnik Duli kishte kritika për disa gabime të lojtarëve të tij dhe po ashtu kishte ankesa edhe për gjykimin. Djemtë ishin shumë të mobilizuar dhe u mundun shprehin vlerat e tyre më të mira gjatë gjithë lojës, por unë duhet të veçoj sidomos pjesën e dytë, e cila nuk ishte në ritmin e pjesës parë dhe ne u ndëshkuam me 2 momentet e golave të ekipit të Shirokës. Në përgjithësi, unë nuk jam i kënaqur për sa i përket të ritmit të skuadrës në pjesën e dytë. Mendoj që skuadra jonë është një ekip për të mund, pavarësisht se ne humbëm 3-1, këtu nuk mund të lë pa përmend edhe faktore të tjerë, të cilët e prishin futbollin ton në këtë garë, që e cila mendoj që do të jetë fair play për gjitha ekipet, jo ku arbitrat të ndikohen nga ndërhyrjet. Kështu Shiroka merr një fitore me shumë vlerë ndaj një kundërshtarit të fortë si Velechiku.